Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Jeta luksoze pas ndarjes, ja si e ndau edhe nga vajza shpëtim Saraqin Mira Konçi. Që pas ndarjes nga bashkëshorti i saj shpëtim Saraqi, Mira Konçi është shfaqur edhe më pranë me vajzën e saj. Duket se tashmë pushimet e Mirës janë një moment shumë i veçantë për të shpenzuar më shumë kohë me vajzën. Në rrjetet sociale të këngëtares, ajo ka ndarë disa copëza nga pushimet e saj me të bijën. Destinacioni që të dyja kanë zgjedhur kanë qenë padyshim ndër më të veçantët në botë. Disa ditë tropikale në Aguila, që është në Karaibe, ka qenë përzgjedhja e të dyjave. Kujtojmë se verën që lan pas, të dyja ishin në Shqipëri ku dhe shijuan ditët në jug të vendit. Ajo që në atë kohë ra në sy ishte mungesa e vajzës në një foto me të atin, duke qenë se ishte në Shqipëri. Madje shpëtim Saraqi nuk ndiqet më nga e bija as nga e ëma në rrjetet sociale. Bukuroshja publikon her pas here foto me të ëmën ku nuk mungojnë dedikimet speciale dhe të ndjera. Por nuk ndodhe njëjta gjë për të atin shpëtim Saraqi, nga i cili nuk ka më asnjë emocion apo një gjurmë në rrjetet sociale. Ndarja nga shpëtim Saraqi dhe Mira Konçi, çifti të njohur të muzikës së viteve 90, i krijoi një bujë shumë të madhe mediatike. Kompozitori i njohur është shpërngul në Shqipëri, ndërsa Mira Konçi vazhdoi të jetojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me sa duket ka krijuar jetën e saj të re.